Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi, zhvilloi një takim në fshatin Brataj të Bashkisë së Lenicë. Bashkë me kandidatin për deputet, Vullnet Sinaj, Çuçi bisedoi me një grup banorësh e kryetar fshatrash për probleme të ndryshme komunitare, investime dhe shërbime më të mira në këtë zonë. Bashkë me Vullnetin, në Brataj, në një darkë pune me disa banorë dhe kryetar fshatrash të zonës përreth, me të cilët diskutuan për çështje të ndryshme komunitare dhe nevojat për shumë investime e shërbime publike, më të mira në të ardhmen. Fshatrat e Lumit të Vlorës kanë rilindur dhe kanë tashmë një perspektiv krejt tjetër me bërjen e rrugës së re të Lumit të Vlorës. Ka nisur sipërmarrjet e reja në agroturizëm dhe bujtina dhe është rritur aksesi në treg për prodhimet bujqësore dhe blegtorale. Duhet të vazhdojmë të punojmë së bashku edhe pas 11 majit për të tjera investime me impakt që të ndihmojnë njerëzit të kenë këtu një të ardhme të sigurt. Çdo vot për Partinë Socialiste është një vot për rilindjen e fshatrave të Lumit të Vlorës. Vota për PS-n është një shpërblim për punën dhe investimet që do të vazhdojnë dhe në vijim, është shprehur ndër të tjera në këtë takim Bledi Çuçi.